Tani nga vargu 7, atë ku jena deri në vargun 9, Luka tërheqën mendjen te një figurë historike e rëndësishme dhe tepër negative e kohës. Le të lexojmë së bashku çfarë Luka thot. Por Herodi, tetrarku, dëgjoi për gjitha gjërat që kishte bërë Jezusi dhe ishte në mëdyshje, sepse disa thoshin se Gjoni ishte ringjallur prej së vdekurish, të tjerë se ishte shfaqur Elia, e disa të tjerë se ishte ringjallur një nga profetët e lashtë. Dhe Herodi tha, Gjoni t'unë ja preva kokën, por kush është ky për cilin po dëgjoj të thuhen të tilla gjëra? Dhe Herodi kërkonte ta shihte. Bëhet fjalë për Herod Antipën, tetrarku i Galiles dhe i Peres, nga viti 4 para Krishtit deri në vitin 39 mas Krishtit. Herod Antipa ishte i biri i Herodit të Madh, një diktatori me nam dhe me famë, sundimtar judes nga viti 37 deri në vitin 4 para Krishtit. Herodi Madh ishte personazhi në të cilin lindi Gjon Pakzori edhe Jezusi. Herodi i Madh ashtu që shkaktoi vrasjen e fëmijëve, siç e dini, kur ai mori vesh se Jezusi ka lindur në Betlehem të Judes. Qëllimi i tij ishte të eliminonte këtë mret që do të vinte dhe do t'i zinte vendin. I biri i tij do të zën vendin e tij atë dhe është Herod Antipa. Edhe Herod Antipa ashtu si Jati është gjithashtu një diktator, një person i pamëshirshëm, por edhe është edhe një person imoral në një ekstrem të madh. Herod Antipa përmendet për herë të parë te Luka kapitulli 3, vargu i parë, ku Luka për të filluar momentin e predikimit të Gjon Pakzorit, ai shprehet me këto fjalë. Dhe në vitin e 15 të mbretërimit të Tiberit Qezar, kur Ponc Pilati ishte qeveritar i Judes, dhe Herodi, tetrarku i Galiles, dhe vllai i tij Filipi, tetrarku i Tures dhe krahinës së Trakonidës, dhe Lizania, tetrarku i Abilenës, në kryepriftërit Ana dhe Kajfa, fjala Perëndis ju drejtua Gjonit, birit të Zakarias në shkretir. Duke na paraqitur jo vetëm kontekstin historik në cilin nolli shpallja e Gjon Pakzorit, por edhe fakti se në mes të gjithë këtyre qeveritarëve, diktatorëve, sunuzve, priftërinjve, kësaj klasës sundimtare, fjala e Zotit nuk ju dërgua asnjërit prej këtyre, por fjala e Zotit ju drejtua Gjonit në shkretetir. Dhe ndër këta është edhe Herod Antipa. Pse Luka na përmend këtu këtë çështje e Herodit? Në fakt duhet ta shohim paksa të lidhur këtë me kontekstin e kapitullit 9. Çfarë po themi në kapitullin 9? Tema kryesore është identiteti i Jezusit. Kush është Jezusi? Dhe në këtë kontekst pikërisht këtu, Luka përpiqet mi dhënë përgjigje kësaj pyetje, edhe duke paraqit reagimin e Herodit. Çështja se kush është Jezusi nuk shtrohet vetëm për popullin, vetëm për nevojtarët. Çështja se kush është Jezusi nuk shtrohet vetëm për dishepujt, për apostujt. Çështja se kush është Jezusi shtrohet edhe për ata që sunojnë, edhe për politikanët, edhe për diktatorët. Kush është Jezusi për ta? Kjo është një pyetje shumë e rëndësishme, sepse është një pyetje që vazhdon me qenë aktuale edhe për ne sot. Vazhdon me qenë aktuale për njerëzit. Kush është Jezusi për njerëzit? Vazhdon me qenë aktuale për ata që besojnë në Jezusin. Kush është Jezusi për ty? Vazhdon me qenë aktuale për gjithë ata që sunojnë, për ata që nuk interesohen për çështjet e fesë, apo që mendojnë se Zoti nuk merret me ta. Për gjithë diktatorët, kush është Jezusi për ta? Kush është Jezusi për Herodin? E kështu Luka fillon duke na tregu për zëra që qarkullojnë në lidhje me personin e Jezusit. Dhe në popull qarkullojnë shumë zëra në lidhje me Jezusin. Kush është Jezusi? Disa thonë se Jezusi është Gjon Pakzori që është ringjallur nga të vdekurit. Të tjerë thonë që ai është Elia që është profetizuar që është në ditën e vjetër, që duhet vinë si pararendësi i Mesis. Disa të tjerë thonë duhet jetë një nga profetë të lashtë që ka ardhur. Pra ka zëna që qarkullojnë. Dhe na thua se Herodi tetrarku dëgjoi për gjitha gjërat që kishte bërë Jezusi dhe ishte në mëdyshje. Vini re se sa interesant është këtu mënyra si na përshkruhet çështja e Herodit. Na thuhet se Herodi, duke dëgjuar gjithë këto zëra për Jezusin dhe se çfarë bante, mrekullitë e tij, mësimet e tij, ishte në mëdyshje.
Këtu kena në fakt një folje greke që është një formë përforcuese e foljes bazë. Folja është diaporeo, forma përforcuar e foljes aporeo, që përkthy fjalë për fjalë, dhe me thonë, ishte në mëdyshe të madhe, ishte në dyshim të madh. Cila ishte arsyeja që Herodi tetrar duhet ishte kaq në mëdyshe të madhe, kaq në dyshime të mëdha. Patjetër këtë lexojmë në vargun 7 dhe në vargun 8, sepse disa thoshin që ishte Gjon Pakzori, disa të tjerë thoshin se ishte Elia, disa të tjerë thoshin se ishte ringjallur një nga profetë të lashtë. Po ç'lidhen në fundit ka kjo? Ç'problem është nëse Herodi ka dëgju për një personazh si Jezusi, për gjërat që e banai, dhe për njerëzit që e identifikojnë me disa nga personazhet e famshëm. Në fundit përsëri, pse duhet ta shqetësoj kjo Herodin? Pse duhet jetë Herodi në mëdyshje për identitetin e Jezusit gjithsesi? Përgjigjen e jep Luka në vargun 9, ku na thuhet se Herodi tha, Gjoni të unja preva kokën, por kush është ky për cilin po dëgjoj të thuhen të tilla gjëra? Vini re atëherë se shqetësimi i Herodit për identitetin e Jezusit nuk është në fakt identiteti i Jezusit. Shqetësimi i Herodit për identitetin e Jezusit është frika e tij se mos Jezusi është një Gjon Pakzori i dytë. Sepse problemi i madh që kishte pas Herodi ishte problemi me Gjon Pakzorin. Dhe në fakt ne lexojmë për këtë në Luka kapitulli 3, vargjet 19 deri 20, ku në predikimin e Gjon Pakzorit, ai nuk ishte prediku ungjillin, sepse ungjilli nuk fillon me Jezusin, fillon me predikimin e Gjon Pakzorit, e kemi thënë këtë. Jo vetëm turmave, por edhe shtresave të ndryshme shoqërore, ushtarakëve të asaj kohë, por edhe qeveritarëve të asaj kohë, ashtu si edhe ta gramlaçëve. Kështu te Luka kapitulli 3, vargjet 19 dhe 20, ne lexojmë këtë në lidhje me predikimin e Gjon Pakzorit. Por Herodi, tetrarku, masi u qortua prej Gjon Pakzorit, në predikimet e tij, për shkak të Herodiadës, gruas së vllajt të tij Filipit, dhe për gjitha mrapshtit që ai kishte bërë, i shtoi të gjitha të tjera dhe këte, e futi Gjonin në burg. Problemi i Herodit me Gjon Pakzorin ishte se në predikimin e Gjon Pakzorit, një reformator i kohës, një Martin Luther i kohës së tij, një predikues pra me influencë në popull, po atjetër predikimi i tij denigronte figurën e Herodit, e këtij diktatori me të gjithë pushtetshëm. Dhe problemi i tij ishte se në predikimet e tij ai nxirrte në pa problemet e Herodit, imoralitetin e tij. Problemi më i madh i Herodit, përveç problemeve të tjera që kishte, ishte se ai kishte bën që e shoqja të vllajt me land vllan dhe me ardhe me jetu më martu me te. Jena pak në një telenovel antike. Apo jo? Tonë të telenovel të janë. Po ne na duken normale. Këtu nuk ka normale, se s'është normale në fakt. Atëherë, kjo është problemi i tij. Ishte baçi Herodiada, e shoqja vllajt Filipit, me lanë shoqën vllajën e tij ndërkohë që ishte gjallë dhe me u martu me bë gruaja e Herodit. Dhe Gjoni e çortoi rënd për këtë, duke thënë që kjo është një gjë e papranueshme, imorale përpara Zotit. Ti nuk duhet ta bash këtë, duhet ta kthesh mbrapsht. Ai nuk pranoi. Dhe po kështu çështjet e tjera të imoralitetit e tij. Si rrjedhim, Herodi, ky si diktator hakmarrës, si diktator mizor, ç'a bën? Përdor burgun si mënyra e vetme më e fuqishme që ai ka në dorë me qëllim që me detyru Gjon Pakzorin me mbyll gojen. Këto janë sjellje dhe veprime tipike të diktatorave, që kur kanë përballë njerëz të tillë të fuqishëm me peshë, me influencë, nuk kanë një zgjidhje tjetër, nuk mund përballen me ta përveç në këtë mënyrë, ti burgosin. Sepse duke i burgos, i mbyllin gojen dhe askush më nuk dëgjon dhe gjanat do harrohen. Kështu bani edhe Herodi me Gjon Pakzorin. Por Herodi nuk u ndal vetëm te kjo. Sepse ndërkohë Herodi u detyru t'i pres kokën Gjon Pakzorit,
ta ekzekutoj gjën pakzori. Në fakt, mënyra se si Herodi detyrohet me ekzekutu gjën pakzorin, është paksa e çuditshme, është paksa si një lojë, sepse koka gjën pakzorit pritet për një fjalë në mes të një egoizmi, feste dhe pretendimi absurd. Por që në thelb ka të bëjnë me Herodin, prapse prap. E them këtë sepse te pjesa paralele këtu e kësaj histori, që na jep Mateu te kapitulli 14, nalet ma hollësisht Mateu për me përshkru situatën në cilën kishte ndodhur ekzekutimi i gjën pakzorit nga ana e Herodit, dhe si rrëdhim arsyn pse edhe Herodi është shumë dyshje dhe ka shumë probleme me identitetin e Jezusit. Dhe më lejoni paksa t'i lexoj këto vargjet e Mateu kapitulli 14. Ku na thuhet, në atë kohë Herodi tetrarku dëgjoi famën e Jezusit dhe u tha shërbëtorëve të vet: "Ky është gjën pakzori, ai u ringjall së vdekurësh dhe prandaj vepra të fuqishme veprojnë në të." Vini re çfarë thot Herodi. Ky është gjën pakzori që kam vrarë unë që u ringjall prej të vdekurve. Sepse Herodi, si e kapi Gjonin, e lidhi dhe e futi në burg për shkak të Herodiadës, gruas së Filipit, vllait të vet. Sepse Gjoni i thoshte nuk lejohet që ta kesh atë. Dhe ndonë se donte ta vriste, Herodi kishte frikë nga populli, sepse e mbanin Gjonin për profet. Gjoni ishte një figurë me influencë. Por kur po festoi ditëlindja e Herodit, e bija e Herodiadës, pra gruas së Filipit që e kishte marrë ky, që kishte fëmijë me Filipin, Mesa, e bija e Herodiadës vallëzoi në mes të festës dhe kjo i pëlqeu Herodit. Ka shumë i pëlqeu vallëzimi i mesës së tij, ishte shumë pervers Herodin vetveti. Asa i premtoi asaj me betim se do t'i jepte çfarë do që t'i kërkonte. Pra, i dha fjalën mes njerëzve, që dush që të kërkosh, unë do t'a jap. Veç vallëzo edhe herë. Çfarë të kesh dëshirë? Dhe ajo thot, e shtyr nga ema, pra, si ishte as Herodiada më mirë se sa Herodi. Dhe ajo e shtyr nga ema, tha, me jep këtu mi një pjatë kokën e gjën pakzorit. Dhe mbretit i ardhi keq. Po për shkak të betimit apo të besë, që betimit dhe për shkak të ftuarve që ishin me të në tryezë, urdhëroi që t'i japin kokën e gjën pakzorit. Atëherë dërgoi në burg për t'i prerë kokën gjën pakzorit, dhe kokën e tij e prun me një pjatë dhe ja dhan vajzës, e cila ja çoi së emës. Dhe dishepujt e tij të Gjonit erdhen, e morën trupin dhe e varrosën, mandej vajtën dhe ja treguan ngjarjen Jezusit. Kjo është historia e gjën pakzorit me Herodin. Një vdekje mizore, një vdekje pa sens, një vdekje që shkaktohet për çfarë arsye? Thjesht për shkak të një egoizmi vetjak, thjesht për shkak të një kapriçe, sepse diktatorët kanë edhe këtë në dorë. Mund të ekzekutojnë këdo për çfarë do lloj arsye dhe për çfarë do lloj kapriçe. Dhe Herodi u sos një diktator i vërtet. Ai ekzekutoi gjën pakzorin për një kapriçe. Për një egoizëm të tij, i cili nuk desh në fundit të ulte kryt përpara njerëzve, sepse kishte be që do t'jap gjithçka, dhe ai pranoi të vendoste egon e tij, e të mos kthehet mbrapa të thoshte gabova. Kam probleme me gjën pakzorin, po ky s'do ta bëj. Por sepse egoja e diktatorëve është e tillë, se ata nuk tërhiqen asnjëherë, ata gjithmonë kanë të drejtë, sepse kanë çdo gjë në dorë. Kjo është situata e Herodit me gjën pakzorit. Kjo është ngjarje pak a shumë që ne mund ta njohim, ishte shumë e rëndësishme për ne me e përshkruar paraprakisht, sepse e tham, problemi i Herodit, i diktatorit me identitetin e Jezusit, kush është ky? Nuk është nëse ky është Elia, nëse ky është një nga profetë të lash, nëse ky është një figurë tjetër, as nëse ky është vetë Jezusi. Problemi i tij është nëse ky është gjën pakzori. Tash këto na mund thona.
Qa është kja absurditet të shi? Ky të shi ka probleme me identitetin e Jezusit, se mos ky është gjën pakzori që është ringjallë. Këtu duhet të lexojmë paksa për te rreshtave. E duhet të kuptojmë paksa gjendjen psikologjike dhe të ndërgjegjës së një diktatori si Herodi. Për një person të tillë, për një diktator si Herodi, që ka një ndërgjegje të trazume, që ka një ndërgjegje që e vret vazhdimisht, ai ka një jetë të tijen ku ka ëndra të tmerrshme, ka frika, pa tjetër ka dyshime, ka paranoja, ka dhe mendime absurde. Ai nuk mund të jetë i qetë, sepse hija gjën pakzorit e njeh gjithkund. Dhe për këtë arsye, në ankthën e tij dhe në paranojën dhe në problemet e tij psiqike, për te, ky mund të jetë edhe gjën pakzori që arrin gjallë. Sepse edhe kjo është tipike e diktatorëve. Edhe kur i vrasin njerëzit, ata mendojnë se një farë mënyre, ata vazhdojnë me jetu dhe me ekzistu diku. Pra ne ata vrasin gjithnjë më shumë njerëz. Edhe të afërmit e tyne, edhe fëmijët e tyne, edhe pasardhësit e tyne, që ata të mos ekzistojnë fare. Dhe i tillë ishte edhe Herodi. Atëherë, kush është ky Jezusi? Është pyetja.